Vlora gati për super show në vitit. Më 12 shkurt ora 18 në vigjilje të Shën Valentinit vjen spektakli Hapat e zemrës, shfaqja që ndez skenën me ritëm dhe adrenalin, koreografi që të ngren nga vendi, performanca plot energji dhe pasion, atmosferë spektakolare me drita, ritëm dhe emocion të pastër. Kjo nuk është thjesht një shfaqje. E organizuar nga Qendra Kulturore e Vlorës, ky aktivitet do të sjellë eksperienca që duhet të përjetohen live. Këtë të mërkur u zhvilluan edhe provat gjenerale në ambientet e kinemas të qytetit, aty ku do të mbahet edhe aktiviteti pranë Pallatit të Kulturës Llabëria. Contigo podría volar, cogiditos de la mano. Drejtuesi e Qendrës Kulturore të Vlorës Angela Kaplani thotë se me rastin e Shën Valentinit do të zhvillohet ky spektakël kërcimi, i cili do të jetë ndryshe nga aktivitetet që janë zhvilluar deri më tani në Vlorë. Aty do të marrin pjesë nxënës të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme, plot 10 shkolla pjesëmarrëse. Me rastin e Shën Valentinit, Qendra Kulturore Vlorë ka organizuar një spektakël kërcimi, Hapat e zemrës, ku pjesë e saj janë të gjithë shkollat e mesme dhe shkollat 9-vjeçare të qytetit të Vlorës. Kjo është një bashkëpunim midis Qendrës Kulturës dhe Zyrës Vendore Arsimore Vlorimar. Pjesë e këtij spektaklit janë 10 shkolla, ku përfaqësohemi nga një çift secila shkollë. Kaplani fton të rinj por edhe ardashësit të ndjekin këtë aktivitet, i cili do t'i argëtojë pafund dhe që do të nisë në orën 18 të pasdites të sejntes në ambientet e kinemas të qytetit pranë Pallatit të Kulturës Llabëria. Përfitoj nga rasti ku të ftoj të gjithë të rinjtë e qytetit të Vlorës, të gjithë qytetarët e dashamirës të artit dhe kulturës, të vinë nesër pranë Qendrës të Kulturës, sallës së kinema Vlora në ora 18:00. Mos e humbisni spektaklin që zhvillohet në Vlorë me rastin e Shën Valentinit në vigjilje të festës së të dashuruarve. Më 12 shkurt, ora 18 ditën e njëjtë në ambientet e Pallatit të Kulturës Llabëria, pranë kinemas të qytetit, spektakli kërcimit Hapat e zemrës. Vetëm një mbrëmje, vetëm një mundësi, emocione dhe argëtim.